të gjithë ju, faleminderit shumë. Në fakt, po e nisa aty ku e la pano. Shumicën e lekëve që qytetarët paguajnë nuk e kuptojnë që i paguajnë. Sepse e paguajnë si tatimin direkt, sepse e paguajnë në mënyrë të tërthort, pa e kuptuar. Kur blen atë shishen e ujit, ke 20% brenda që ti nuk e jep shtesë, por në fakt e ke në çmim. Shkon te buxheti i shtetit. Përshëndetje. Kështu që kjo nuk është çështje a do merremi ne me politik apo tifozlluk partijak. Pra, blu, mavi, i kuq, portokalli, me dy gishta, me grusht, në fund të ditës secili nga ju dhe secili nga ata që s'është këtu, shkon edhe paguan lekët atje. Dhe lekët do duhet të bëheshin investime dhe jo t'i shërbenin një pakicë njerëzish. Tani, unë dua t'u flas ju pak për fshatin, sepse këtu në Sulov, si Krajin, jemi në një zonë e cila është e bekuar nga Perëndia, sa i takon resurseve natyrore, për të pasur një bujqësi bletari të zhvilluar. Ne kemi bërë një program i cili absolutisht është i pari në këto 34 vite që adreson në mënyrë të përpikt interesin qytetar. Deri vitin e kaluar, se si vjet është rrit pak, po prap ju nuk do ta ndjeni, ne kemi investuar si subvencione reale 26 milion euro në vit, ndërkohë Kosova ka arritur si vjet 150 milion. Ndërkohë ne investojmë në zyrat e Ministrisë së Bujqësisë mbi 80 milion euro në vit. Pra para për makina, zyra, rroga, dieta, trajnime, plot. Para për qytetarin që jeton në fshat, s'ka. Çfarë do të bëjmë ne? Unë kam një pyetje për ju. Sa nga ju kanë marrë subvencione në 4 vitet e fundit? Asnjë. Kanë marrë ata që janë shokët e partisë. Po. Tani çfarë do të bëjmë ne për bujqit, për blektorët, për peshkatarët dhe bletërritësit? Ne do ta zhbëjmë të gjithë këtë skemën korruptive që ekziston sot, subvencioneve dhe të atyre pak parave që ndahen në pak duar. Dhe do të fusim skemën e subvencionimit për kilogram prodhimi. Që do të thotë, sa kilogram prodhon, aq lek paguesh. Shteti do të mbulojë deri në 50% të kostove të prodhimit të produkteve bujqësore blektorale në peshkim dhe në bletari. Çdo me thënë, fermerët e kësaj zone, blektorët e kësaj zone, bletërritësit e kësaj zone, do të kenë vetëm 2 detyrime jo ekonomike, po 2 detyrime procedurale. 1, të shkojnë dhe të regjistrohen si fermer, si blektor, si bletëritëse me radhë, pra thjesht të vetë deklarohen, pa pas detyrime tatimore. Dhe 2, të hapin një llogari bankare të posaçme pranë bankave të nivelit të dytë si llogari fermeri, blektori, bletëritësi apo peshkatari. Me bankat e nivelit të dytë marrëveshjen do ta bëjë shteti shqiptar. Dhe kjo është pa ngarkesë fiskale, pra pa detyrime. Pasi të bëni këto të dyja, shteti shqiptar do të pajisë ju me boqet përkatëse online ose fizike. Dhe për çdo prodhim që ju do të prodhoni dhe do ta shisni aty në treg dhe do të prisni faturën dalse, pika e grumullimit do të ketë detyrimin të pres faturën blerëse, hyrëse, dhe automatikisht do të kalojnë ju në llogarin bankare nga thesari i shtetit subvencionimi për kilogram. Çove 1000 kilogram tomate, herë 150 lek. Subvencion, po 150.000 lek do të kalojnë në llogari. Pa pas shok automatikisht nga sistemi. Si ajo kur shkoni në supermarket e blini ushqime dhe e kalon atë ushqimin, ja bëna pip, edhe puna juaj, kaloj fatura, u kryqëzua nga 2, sistemi do të kaloj lek në llogari. Prodhove 10.000 kilogram, po, do të marrësh 1 milion e gjys. Prodhove 100.000 kilogram, po, do të marrësh 15 milion lek. Pra si pas sasis edhe subvencioni. Dhe kjo në të gjitha fushat. Së dyti, sa nga ju janë dëshmitar të këtyre kredive të mikrokreditët e këto fajdet e ligjëruara, që merë 5.000 euro edhe kthen pastaj nga 20.000. Me interesa nga 30, 40 edhe 50%. Çfarë do të bëjmë për këtë? Do ta zhbëjmë këtë skem. Më dëgjoni me vëmendje. Do të hapim bankën kombëtare agrare. Banka kombëtare agrare do të ketë si objekt të saj
një financim deri në 100 milion euro në vit për të gjithë fermerët, blegtorët, peshkatarët dhe bletëricit e Shqipërisë, në të gjithë fshatrat e Shqipërisë. Çdo fermer, çdo blegtor do të ketë të drejtë të marrë kredi deri në 100.000 euro me interesa të butë deri në 3.5, maksimumi 4% jo më të larta. Kjo bank do të jetë me kapital 100% shtetëror dhe qëllimi i bankës do të jetë financimi juaj, jo fitimi i shtetit. Kjo do të mundsoj që t'i heqim qytetarët që jetojnë në fshat nga pengmarrja që i bëjnë këto fajdet e mikrokreditit me interesa të larta. Së treti, ata që merren, sa nga ju merren me bujqësi këtu? Shumë mirë. Ata që merren me bujqësi blegtori në këtë zonë, apo bletari, a u ka ndodhur ju që të shkoni të blini farat, apo fidanët, dhe të mos u dalin në cilësinë e duhur dhe të mos ketë prodhim? Po apo jo? Tani pasi i keni shërbyer me muaj të tëra, apo me vite në rastet e ujnjve me radhë, dhe nuk ka prodhuar fidani, nuk ka dalë cilësor, ka ardhur kush të mbaj përgjegjësi këtu? Po kush e paguan mundin tuaj, kohën tuaj, parat tuaja të shkuara dëm, kush ma përgjegjësi për këto? Sa herë u ka ndodhur ju që të merrni plera kimik, fertilizues kristalor, të cilat nuk dalin cilësinë e duhur? Ka ardhur kush të mbaj përgjegjësi? Çfarë parashikojmë ne në programin ton? Çfarë parashikojmë ne në programin ton? 1. Për të gjitha pikat e fidanëve që prodhojnë, importojnë dhe shesin fidan dhe fara në Republikën e Shqipërisë, do të detyrohen të lidhin një marrëveshje të posaçme me shtetin shqiptar që të ushtrojnë aktivitetin. Dhe në bazë të kësaj marrëveshje, shteti shqiptar do të përgjigjet ndaj çdo fermeri apo blegtori që i ndodh dëmi, ndërkohë shteti shqiptar do të ketë të drejtë të shkojë dhe t'i marrë dëmin kompanisë në fjalë që ka sjellë jashtë cilësisë. Në lidhje me plerat kimik, fertilizuesit kristalorët, shteti shqiptar nuk do të lejojë më asnjë kompani të importit, prodhimit dhe shitjes së tyre nëse nuk janë standardet e përcaktuara nga direktiva e Bashkimit Evropian. Sepse cilësia e tyre është cilësi në ushqim, sepse mungesa e cilësisë së to është kancer në pjatat e banorëve të Republikës së Shqipërisë të cilët i konsumojnë. Dhe për këto unë nuk bëj dot fajtor ju. Sepse